me thënë drejtën, unë nuk e di dhe me thënë se ku i shpikni këto, që jo po Gjiknori ka dal ka pi kafe me Spirapalin, kot. Unë nuk është se mos më ka njët pas njët më beti kur kena qenë tamam, para se të bëte Më falni zoti Gjiknuri, atëherë sepse ajo foto është e tanishme, domethënë ju keni dalë pavarësisht se Spirapali ka qenë me bindje kundër Ramës dhe ju dilni pini kafe me të, s'keni frikë? Nuk keni frikë? Nuk e pi kafe një herë, ka qenë çaj, kamomil me qumësht nga këto paftë toksinë. Gjithsesi, çet keq ajo mund të jetë foto e vjetër se unë kam kohë, bona gati rreth e vit pa fal me Spirapalin, biles as nuk e kam parë se kam iden fare se ku mund ka bëhet të shi me qa meret. Gjithsesi, unë nuk është se kam në i gjë kundra partisë. Unë me ato që më në lënë me dalë, me kafe, me gjona, unë nuk dalë, nuk është se kam problem. Gjithsesi, ju e dini vetë dhe me dhënë se ju mediat e fryni që këta, je pa dali Gjiknori me Spirapalin. Unë s'kam mua bet me të, si kam as numër, as se di. Atëherë ne kemi, ju keni dhe fatin që Spirapalin e kemi këtu midis jush. Hëmi Spirapalin, si u gjende këtu? Me thënë të drejtën, se shikot është se këtyre se unë u dogja që u dogja, po e ke pasur të shprejen. Zonja Spirapalin, një pyetje. Atëherë, ju përderisa ju pak a shumë jeni kartë djegme, si thënë në jargon, ose më pak, ju kanë hequr von fshesën nga partia, këto ju kanë bën me hasha, si tash ç'ne që merren në Gjiknurin qafëlla, se tash ç'ta ksirat kanë ai shkreti. Ke parasysh se ta morën me sy të keq në atë, ha? Po pra se ç'është shpreha që po thoja, domethënë i mbyturit të mbyt. Edhe ky, tash nuk është se të leça thot kjo pas ja kam numrin se ne bashkë ndrim dalim për ditë. Për ditë kemi dalë, edhe për ditë kemi për dalë. Po tash ky ta mohoj sa det. Me thon drejtën, në fakt edhe ju keni çik faj se kafe si ishte që pijej. Se ky se pi kafe, se ka i jep tension, ku dëgjon se kafëm. Ishte të pi çaj kamomil me qumësht. Pandej se tash nuk e di se cili të pa i përgjësi për vete. Unë e hongra, po do ta haj në ky, si të ketë qef. Që të them më shumë, dhe më thënë nuk e di, me Ramën nuk kam asnjë gjë, e respektoj heq kapelen atje ko. Besoj se isha i qartë, shumë faleminderit.